Përshëndetje miq shok vëllezër dashamir, kudo që jeni, kudo që jetoni, ju përshëndes unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës, domethënë duke ju dëshiruar çdo të mirë në jetë, duke ju dëshiruar gëzim, buzëqeshje, lumturi, dashuri familjare. Po ju tregoj çka ndodhi një ditë në TikTok me një njeri të poshtër, që i thëmë në i poshtër, sa i njeri i drejtë e i mirë nuk i bërna të gjona. Edhe ishmi në grupë, aty të full një 7-8, kur a i poshtë shkrujti ka gjë mirë, shkrujti selam aleikum, më do që u burri mirë. Thash aleikum selam edhe thash hajtë mos të lë poshtë hy panel në drejtare që i thënë këto, ose në panel. Kur e kemi shtin panel, kurëm ka shah. Shajti mu edhe krejt ato njerë që ishme në panel aty. Mirë po në qëtaj për mos me lën live-in mu prish që i thëmë në live, apo panel, apo drejtare, e di shka bona. Që ato njerëzit po hinë aty për me fitu klikima për shame. Sa të poshtër që janë poshtër, ato që ashtu marrin pajina, tu shah. Edhe do i gjojtëm, do lullë ku e di. Edhe unë në pevejti, thash, më falë, thash, sa lullë të bonë që në shajte, a i tha, mu kanë bo 30. Unë, thash, po t'i qese unë 100. Edhe, kur ja qita 100, unë, a i tha, pëse po mi qetë këto, thash, i ki dhurat nga unë, thash, se ato t'i ka dhonë 30, edhe unë, thash, po t'i qes 100. Ajo abet edhe me mshau mi qit 100. A më falë, po s'pe kuptoj ti pse po mi qet 100 kur unë të shajta. Thash, e di pse po t'i qes 100. Se tjertë ti kanë qit ka një lule, se t'kanë zonë tyje minik, ose të na i thënë pinik, ose bubi. Qenë dvogël, si maca janë ato. E thash ty t'ka thonë qenë. Qenë dvogël, si maca, se do i thënë minik, do i thënë pinik, do i thënë bubi. Aty në qenë dvogël. E unë thash t'i qita 100, që unë po du me t'bon pak ma t'ma, me t'bo qenë share. Jo minik, jo pinik, jo bubi, po me t'bo qenë share. Amo, edhe minik i e mirë, thash. Edhe minik, apo pinik, apo bubi, thash i e mirë. Thash këtë më thonë kështu. Rao, dhe pse i e mirë? Tha pse? Thash po e ku mirë, thash një bache që gjë me kollëmoqe, se thash e po shkojnë, thash curat, po grisin aty, po minxerrin, thash kokrat e kollëmoqet prej toke. Thash e ti minik, thash, i e mirë me t'marrë me qute baqejme, me marryt baqët, kon hitë në sorat, apo laraskat, ti veç lije kion, e o sorat hikin. Thash ti e mirë për me marryt baqën, mës me mjangër sorat, thash misrin, apo kollëmoqin që e kemi mirë. Edhe ajt ti erdhi nati që e bona qenë, dvacër, së kur maca, minik, ose pinik, ose bubi, edhe t'mi ka këthy kejt lullet e mija shka e qita une, plus edhe ato dhejtat mi këthej, tha se unë thash jam qenë. Thash jo dhe thash, unë thash ti qita 100, për me të bon thash qenë sharit. Qenë sharit thash o i fuqishëm, e përlat edhe me ukin, edhe ukin thash qenë sharit e myt. E për që ta, se këta thash ti kanë qita, thash ka një lulle, thash, tu pa në bo 30, po thash unë ti qita 100 veç vetë. Thash për me të bo qenë shari, se ma shumë vinë qenë shari. Pse? Thash po i kam, thash një 200 copa dhenë, thash, po do të me të marë për me mirujt dhenë, se shpesh herë më karauke, e më kam vitë ka një djele, ose ka një këndjë, ose e kështu, ti ka shë i mirë për qenë shari, e piminikit rritë është bashkë qenë shari. Edhe kështu që përfëndaj o kjo, dhe me thonëm që sa më shajti një herë, mu edhe kitë grupin që kem aty,
dikura pe natit mi kthej o lullet e mia, e o dvejta shka që të në edhe iki prej grupit, se ja morë rëftyrë në grup, thash ti thash, je minik, pinik i vacër, si ma, thash. Thash apo bubi, apo, se të ne përdorin minik, pinik, bubi, ato qenë të vacër. Të një qenë që erka, ki qenë shari, ki e qenë normal, po unë thash ti qita një qenë për me të bo qenë shari, se ti je i mirë për më përlan me ukin, mos me milan me mi hangër dhe.